Se ka dali frym kështu e madhe anti-amerikane me këta profesorët që e mbajnë veten sikur ne jemi me Europën dhe Amerikën, po si jemi me këto. Qëndrimi im është këtu këta që ja pagu mirë nga Irani, nga këto vende të tjera, ta është turp që dalin për studje. Ta si janë fare të lirë, ta janë me misioni. Unë nuk e shoh që Shqipëria mund të rikthehet në atë të jetoj me mentalitetin as gjysmë demokratik, siç është një pjesë e Turqisë, edhe o do shkojmë familjen demokratike me zgjedhje të lira të ndershme, ku çdo njeri merr jo me votën e fisëve, po me votën e personit, pra të jetojmë si në Europë, si në Amerikën e Veriut. Dhe shqiptarët e kanë zgjedhur, shumicën e popullsisë e kanë emigruar këtej. Një, të Zotit janë dhe lindja dhe perëndimi. Kush abuzon me ato fetaret është ai që s'ka lexuar se do t'i keq interpretoj urrësat e librave të shenjta. Tani e nisën luftën këta zotërinjt atje në 7 tetor, se përmendi vetëm Gazën. E nisën luftën dhe e nisën në dakordsi plot me rusët për të hequr vëmendjen nga Ukraina. Të jenë sigurt. Dhe të roqin me sukses vëmendjen. Dhe usulën gjithë hienat, me Hezbollah, me këto, dhe vranë, kur vret njerëz pafajshëm, fëmijë atje që morën peng, edhe unë të jem kryeminist aty do them do ta zgjidh problemin burim. Edhe që u kthyen shtet terrorist, u kthye me idenë jo për hapjen e besimit, por për hapjen e influencës vetë si shtet. Për të dalë, se po konkuronte ai edhe me Turqinë, që është musliman, dhe me arabët që është musliman, po konkuronte për të dalë patjetër në mesdhe. Edhe për kontrolluar to nyjet në Oqeanin Indian që janë atje, që ne i dimë. Edhe kanalin e Suezit, edhe pjesën tjetër këtej Hormuzit, kushticën e Hormuzit. Që do vinte kjo përplasje, do vinte. Se në një moment tjetër të zhvillimit të armatosjes bërthamore, mund të kishim edhe pasojë më të mëdha. Pastaj kjo shoqërohet edhe me interesa tjera ekonomike, pastaj që kampaniat. Po ne çfarë pavarësisht që këta i dutët tanë e kanë keq prezantuar dhe Amerikën dhe Europën. Po ne çfarë keq na ka bërë në këto vite Amerika dhe Europa, që na ka hyp kjo fryma anti-amerikane e madhe këtyre. Ku ti kanë parë këta? Se trushplarët mendojnë që e Zotit vetëm nga këtu edhe lindje. E kjo në Kur'an, të Zotit janë dhe lindja dhe perëndimi. Ne do jetojmë si Pakistan, apo do jetojmë si në Europë. Unë nuk jetoj dot si Pakistan. S'është në kulturën time. S'm ka jetu baba si Pakistan, as kam në mend të jam mësoj fëmijës jetoj si Pakistan. Mund të bëni mirë për veten e vet, po jo për mua. Shuqë ti lëndë të lidhjet ta, që marrin ca para ande dhe flasin te, dhe pastaj na bën çorap, na heqin dhe identitetin tonë, që çfarë jemi ne. Po qëndrimi i shtetit shqiptar që shpalli Iranin në shtet terrorist. Mund të jetë një nga qëndrimet më të mira bile. Sa ashtu është. Ashtu është. Ti s'ke që bëngo marit bisa marit. S'ka as i lidhje tokët i me Izraelin. Ti i bërë ato. Për dalë, për krijuar urën tënde të influencës. Ashtu është. Ka trazuar tërë të kohë të gjitha të zonë. Jemenin e ka bërë çorap, mezi u bashkua. Unë e kam njohur Jemenin para se të vinte ky revolucion i madh i Ayatollahëve, që ata që ishin në Iran përpara, si ishin besimtarë ata. S'ka qenë ndaluar një besim atij. Ishte Jemeni i jugut me Yemen e veriut. Sa u bashkuan i bëj çorap. Një nga vendet me traditat më të hershme të një lloji civilizimi veçantë, të Shebës. Ashtu është. Se ka dalë deli Azez vetëm Izraeli. Po të çajnë ata. Kështu që unë nuk kam lejim dyshe. Shqipëria duhet të shtohet si duhet. Edhe këtë pikë e kanë të qarta për të shumë, bile kanë nxitur me boca më shpejt se e din që është zgjedhje e dur. Jo për të mos shpallin Iran, po pse çfarë mirë do kishim nga Irani ne? Jo, mos më mande fare. Po pse mos mande? Se do ti. Jo, nuk duam po thjesht. Po pse mos mande? Çfarë
identifikimi kemi ne me këta që ashtu. A janë miq tanë atje që po vritin e po pritin amerikanë këto? Pse mos mbante? Pse duhet mos për të vrar për ne amerikanë Kosovë duhet vinë amerikanë. Për të na garantuar këtu ne duhet vinë. Se edhe këto që po kem burr për amerikanëve, sa për t'jeni. Apo jemi ne racës zgjedhur, ata të na shërbejnë ne dhe ne reciprocitet ka, solidaritet ka. Dhe shumë mirë ka bërë. S'kam një më dyshje unë, të ngatëroj besimin tim me qëllësinë e tyre. Si e parashikon këtë që ka nisur? Që parashikoj palët mund të binë dakord, por me të riqe, po do ketë. Përse çfarë pretin nga një njeri që vret me mira vetë armand vetë, jo po ka vrar polis fillimisht për të prallë. Ata edhe korrupsion ka pafund herë. Edhe amoralitet ka pafund, për i bëjnë për shtëpia si i bëjnë për lokale siç i bëjmë ne, e të gjitha tjerat. Kur ti vret njerëzit e tu atje, që kenë në hyqëm, me dhunë, po as të dua. Nuk duhet të ndetosh ti. Kur ti vret ato, ka marrë fund morali yt. Po thuaj që qëndrimet që mbahen në mediumin shqiptar, kryesisht në media, janë mendime të influencuara, të diktuara dhe jo bindje. Jo, unë di, po edhe kemi edhe ne dim dhe ne sa gjë. Unë di që një pjesë mund të jenë të qorolepsur, s'di çfarë thon, po i pjesë janë mercenar të fliqur, të parave që hanë dhe që mos i hëngshin. E që bëjnë çorap këtu dhe njerëz. Në ato në po flasim me pasion për Rusinë, po këto vende ka shpërbër Rusia më zotëri. Po këta s'din histori këta, ku të tregojnë ta prallat. Ne si shqiptar ishim homogjen aq sa ishim në kohën e perandorisë, se pjesa më e madhe e shqiptarëve elit iku me pushtimin e vendit nga Turqia. Edhe këtu ngelën rajat, por ishim homogjen aq sa ishim. Ngritja përballje e perandorisë ruse me perandorisë turke bëri që kjo perandori të zhbëhej dhe në Ballkan është zhbërë nëpërmjet dy kartave, kartës slave dhe kartës ortodoksisë. Edhe revolucioni grek është gatuar nga forcat ruse në Rumani. Edhe presidenti parë i tyre ka ardhur nga Rusia. Ish ministri i jashtëm i perandorisë ruse ka qenë. Pra, dhe çfarë bë për të dalë ky krau i madh ortodoks nga deti zi, pastaj që morën detin e zi, deri në Egje dhe Mesdhe, u shpërbë më shumë elementi shqiptar. Dhe nuk flet njëri për genocidin që bë shqiptarëve, sidomos ku është Maqedonia sot. Po qytetet më me emër shqiptarëve kanë qenë ato që janë sot të zbrazura, si Manastiri. Për to nuk flasim ne. Kjo lojë dhe kjo që ka ndodhur me shqiptarën, më ta zbardhin të shohin mirë nga çizmja ruse, dhe më mirë që po përplasen atje në Ukrainë, e po i vjet një kufi atje, me pasion. Pseudo-patriotët flasin për arritjet ruse, për Putinin. Po si mund flas me pasion për një që ka vrarë gjithë kundërshtarët e tij politik, mendin e tij. Edhe aleati më të madh të Iranit. Si mund të lëmu për Iranin që ka ndihmuar Putinin ditë zez kundra ukrainasve, që janë një popull në agresion. Edhe me që flasin në emër të Zotit, po pse më sa veta lomotisin në emër të Zotit janë gjithë besimtar, mos shif çfarë thot, shif çfarë bën. E kjo sqaruar edhe në Kur'an. Midis asaj që bën dhe asaj që thot, bersot që bën. Po ti ke këtu, kam njohur gjykatës, edhe kam qesh me atë. Femër gjykatëse, dalë me mjesa dhe themi inshallah bëjnë një lek sot. E ta ka bërë Zoti i Madh, mbarje tash, ta kanë dëgjuar të inshallah tatë tash. Thotë duke qesh. Po pse më thot, ai duhet inshallah shkon mbarje, thot ndihmoj Zoti? Ose kriminal i vrasë. Po ç'është kjo punë? Ç'është kjo punë? Unë jam shumë i qartë te kjo pikë. Europa shumë përpara këtyre. Ka qenë kolonialiste, tregojnë prallë ato. Ka qenë apo mund të jetë, po Europa shumë e butë. Po shkojnë atje në Gjermani dhe po e bëjnë lëmsh. Francën, Gjermaninë, Suedinë ka bërë lëmshë, Anglinë, Britaninë. Po u rasin nga mjesin dark
E po falen në rrugës për të një njëri. Unë nuk e shoh që pse ndërgjegjësimi tu ka arritur që Europa po mbrodhet vetë e kafshë, ose maksimumi mundshëm ky sistem është. Hajde ta prishim të sistem. Shkojmë ke Ajatollahu. Po përse përket Edhe ke interesat ruse, që tu të shkosh ndonjëherë ke interesat ruse, s'ngel më këm shqiptari këtu. As Shqipëria. Po aq jemi të papjekur ne edhe se mendojmë se Europa dhe Amerika është rama. Jo më nuk është ky bë me kokë vet. Edhe ata duhet të reagojnë vetëm për hir të kompromitimit të sistemit. Ta marrin zvarr këtë dhe gjithë tjerët. Vetëm për këtë duhet të reagojnë ata, jo për gjithë tjetër, jo se meritojmë ne, po vetëm se kompromitoj sistemin. Nuk është Amerika rama, as Europa rama. Guxoj Rama ta bëj atje me një shtet tjetër këtë. Çfarë i bëjnë? Ata që duken kështu, si të edukuar, si guxoj ta bëjnë. Kanë karakter ata, kanë të shiguar ata. Jo ne bëjmë trimin atje dhe pastaj të shkel me këmbë ai tjetri për gjithë jetën dhe durojmë ne. Edhe ikim lëm vendin vetëm që mos përballemi.